Si ishte ai muhabeti I faljes së gjobave? Përpara zgjedhjeve, mbani mend atë premtimin? Shiheni pak. Në datën 9 maj 2025, 2 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, qeveria miratoi një VKM ku falte gjobat e inspektoriateve vendore të mbrojtjes së territorit, gjithashtu edhe gjobat e policisë bashkiake dhe të policisë së shtetit, duke filluar nga data 1 janar I vitit 2015 deri në datën 30 nëntor të vitit 2024. Mashtrime. Pra, siç e kemi trajtuar dhe në emisionin Fix Fare, ishte një mashtrim elektoral, falja gjobave. E di që mbase ky material apo ky lajm ka mërzitur disa njerëz me pushtet që janë bërë shumë arrogant, edhe pra se pushteti përverton her pas here, janë bërë arrogant, bëhen nervoz, shajnë e shalojnë lart e poshtë, por kjo është e vërteta. Pra, falja gjobave ishte thjesht një mashtrim I cili doli dhe me VKM dhe një ligj me 2 nene, ku neni I dytë, domethënë binte në kundërshtim me nenën e parë. Të shkojnë ta kërkojnë, të shkojnë ta gjejnë, të shkojnë ta analizojnë dhe do dali kështu siç kemi thënë ne në emisionin Fix Fare. Të tjerat pastaj këto nervozizmat e arrogantëve të pushtetit, të veshur me pushtet, mua nuk më bëjnë përshtypje fare. Fare. Zero. Kështu që herë tjetër, të paktën ne që jemi qytetar, t'i lexojmë ligjet, VKM-t, nenet mirë, përpara se sa të gënjehemi me një fjali ju falen gjobat. Sepse nga e gjithë kjo del që na qenë kanë falur, pra nga ato gjoba që do faleshin për 10 vjet me radhë, pra nga viti 2015 deri më sot, na janë falur vetëm gjobat e kohës e Covidit, në kohë në cilën ne s'kemi dalë fare nga shtëpia, s'kemi asnjë gjobë. Nëse, të fala gjithë atyre që bëhen nervoz nga kjo histori, që mërziten, po kjo është e vërteta.